Mirë mbrëma, faleminderit, jam mirë, ju si jeni. Shenja e peshores gjatë kësaj jave është goxha e lodhur, ka ndikime të cilat janë shumë të fuqishme dhe në përgjithësi janë shumë të lodhshme. Një hëna e rreq do të jetë tek shenja e peshqve, do të ndikojë deri për së drejti shëndetin fizik. Pavarësisht se falkëse do të kemi shërime pothuajse të plota në shumë persona, nuk do thotë që nuk është e lodhshme, duhet të jemi shumë të rregullt në këto momente, të vëmë një rend shumë të rrept. Gjë për shenjën e peshorës gjatë gjithë javës në vazhdim mund të konsiderohet disi e pamundur, sepse kemi edhe këndin negativ të drejtuesit tuaj që është Venusi me Jupiterin. Duke qenë se Venusi në këto momente është e vendosur tek shenja e dashit, ke një zjarr vërtet shumë të madh kundrejt lidhjeve, doni që gjithçka të rregulloni në moment, që mund të rezultojë e pamundur, sepse jeni shumë impulsiv edhe në ato çfarë kërkoni, po ashtu edhe nevojat tuaja mund të jenë të papërballueshme, prandaj edhe që të jeni disi më realist në përqasjen edhe ndaj jetës, po edhe ndaj partneriteteve, do të jetë shumë e këshillshme gjatë gjithë javës në vazhdim. Nëse fokusoni tek shëndeti fizik, do ta keni shumë më të thjeshtë t'i bëni ballë gjithçkaje, sepse nëse merrni gjërat një nga një, e keni shumë më të thjeshtë. Pastaj që edhe pak shumë t'i vini tullat njëra sipërpas tjetrës. Pra, pika ku keni shumë fat, pavarësisht se kemi një kënd negativ, është kariera, është një rritje kolosale në këto momente për ju, duke qenë se merrni një ndihmë vërtet shumë të madhe nga sistemi, keni ide vërtet shumë geniale, mund të merrni ndihmë edhe nga bashkëpunimet, nga personat në cilën keni bashkëpunuar edhe në të shkuar në disa raste, dhe këto ju ndihmojnë që të ecni shumë më shpejt përpara, prandaj dhe bashkëpunimi vërtet që do t'ju këshilloj. Ju jeni persona që e keni të thjeshtë të bashkëpunoni, sepse jeni persona që dini që të gjeni që të përbashkët me këto që krijoni diçka pra. Dhe është një nga karakteristikat tuaja që gjatë gjithë javës në vazhdim do të këshilloj që ta përdorni, të njëjtën empati, të njëjtën diplomaci, më të them, do të këshilloj që ta përdorni edhe për sa i përket partneriteteve. Edhe pse fillimet e reja në këto momente për ju janë shumë pozitive, do t'ju këshilloj që të vazhdoni që të prisnit datën 22 për të filluar diçka, sepse deri në atë datë të gjitha vendimet që marrim gjithsesi mund të jenë problematike, sepse jemi në retrogradën e Mërkurit. Faleminderit. Pafshim.